Amid global uncertainty, Europe radiates with the potential of innovation. Për herë të parë, investitorë të mëdhenj të botës, lider biznesi si dhe drejtues shtetesh u bën bashkë në forumin ekonomik ndërkombëtar, që u zhvillua në Tiranë me titull Iniciativa e investimeve të së ardhmes. Ky forum përkon edhe me takimin e komunitetit politik të Europës. Pjesëmarrësit në samit e vënë theksin tek bashkëpunimi i kontinentit evropian për të përballuar sfidat ekonomike dhe tensionet gjeopolitike. Presidenti Francës Emmanuel Macron gjatë fjalës së tij përshëndetëse i bëri thirrje bizneseve të investojnë në Shqipëri pasi do të gjejnë një leadership të fortë. Here in Albania, clearly you have the entry point. Këtu në Shqipëri keni në fakt pikën hyrëse në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë, pikë kyçe në Mesdhe dhe Evropë, ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri, sepse keni udhëheqje të fortë. Nuk flas vetëm se është miku im, por sepse ka sjellë rezultate. Në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka mandat të qartë, do të jenë pjesë e BE-s. Të jeni të sigurt që ne si Evropë do të japim rezultate. Tani që kemi linjëzim të fortë mes Francës dhe Gjermanisë, do të bëjmë maksimumin që të realizojmë agjendën që folëm. Ju lutem, investoni në Evropë, besojini Evropës, sepse kemi nevojë për besimin e investimet tuaja që të realizojmë agjendën kaq ambicioze, se është e duhura, jo vetëm për evropianët, por edhe rajonet e tjera për të krijuar stabilitet. Presidenti Macron theksoi gjithashtu edhe nevojën e një strategjie të qartë konkurruese për 3 sektorë kyç, në telekomunikacion, energji dhe financë, ndërsa kreu i qeverisë Edi Rama ju drejtua të pranishmëve duke thënë se Shqipëria ka nevojë për njerëz që e besojnë. We are here today to try and convey the message that this country Jemi këtu për të përcjellë mesazhin se ky vend do më shumë dhe ka nevojë për më shumë njerëz që të na besojnë. E mira e Shqipërisë është se ne jemi miq të mirë me shumë njerëz. Ne duam që miqt dhe të ftuarit të thonë që ne jemi partner strategjik të Bashkimit Evropian, por ne kemi partneritet edhe me Arabinë Saudite dhe kemi ndjekur vizionin, shtysën, ambicien e madhërisë së tij, presidentit e Emirateve të Bashkuara. Po përpiqemi të mësojmë nga realitetet të ndryshme. Të pranishmit në këto forume vënë theksin tek brishtësia dhe fragmentimi që po drejtojnë ekonominë globale, duke nxitur pasiguri dhe inflacion. Samitet të tilla janë të rëndësishme pasi bizneset, investitorët apo edhe shtetet mes tyre mund të lidhin marrëveshje ekonomike në sektor të ndryshëm dhe në funksion të së mirës së përbashkët europiane.